بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. جيث الأودريمت فلندريمت بركاسين ويتم اللهم ذرور أيشش ويتم بشوك بريتي كركويم ديم ذا فاليا باشا ذا بكيمت پاچه dhe bekimet Allahu madhuro qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë me thelësi e zemrës që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhalleshanu, dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi dhe dërguari Allahu xhalleshanu. Vlezër, kur ne hapim libri Allahu madhruar pas suratul Fatiha, fjala e parë Allahu xhalleshanu thot: Dhalika al-kitabu la rajba fihi hudan lil-muttaqin. Kjo është libri i padyshim nga Allahu xhalleshanu dhe ajo është hidayet për njerëzit që kanë frikë Allahu madhruar, që kanë devotshmëri. Dhe pastaj pas pak Allahu xhalleshanu tregon që gjithë njerëzit që jemi duke parë, komplet që janë 8 miliard njerëzit, janë në 3 kategori. Kategori e parë është kur vjen një thirrës i Allahu xhalleshanu ose profet ose lajmi nga Allahu xhalleshanu: wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Që janë nga njerëzit që ne e besuam çfarë ka ardhur nga Allahu xhalleshanu, edhe besojnë Allahu xhalleshanu dhe ditën e gjykimit. Për ato padyshim libri Allahu xhalleshanu është hidayet, që merë hidayet. Grupi dytë Allahu xhalleshanu ka treguar, Allahu xhalleshanu thot atia: Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa sawa'un alayhim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. O Muhammad, kjo kategoria dytë ti atyre lajmëro ose mos lajmëro, ato nuk kanë për të besuar. Pse? Kanë kamgullur nga filim, kanë vendosur që nuk kemi për të dëgjuar. Atëherë dëgjimi atyre nuk bën dobija për ato. Nuk në zemra hyret, por nuk janë gati për të pranuar. Pse? Nafsi ose hunda ka lënë më lart nga pranuar realiteti. Dikush ka pyetur dërguar Allahu xhalleshanu: "Që dërguar Allahu xhalleshanu, si kuptojmë ne që filani ka mendje i madh, edhe filani sa kupton?" Të dy kanë dy lloj njerëzit. Profeti alayhis salatu wasalam ka thënë: "Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas." Mendja i madh është ai personi që kur vjen e vërteta refuzon, edhe shikon njerëzit tjerëve me syri ulur, vetën mendon diçka më e lartë gati. Kjo është kibr. Mendja i madh është ai personi, jo që është ignorancë, se sa kupton. Atëherë për këto lloj njerëzit Allahu xhalleshanu thot që është një kategori ka njerëzit që ato dëgjojnë fjala edhe thot: "O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sawa'un alayhim anzartahum", është njësoj ti lajmërohu ose mos lajmërohu, ato nuk kanë për të dëgjuar. Atëherë pse lajmëron? Po, për argumentim. Që ditën e gjykimit, thot Allahu xhalleshanu, ta mos thon ditën e gjykimit që nuk na ka ardhur një lajmëtar. Atëherë o Zoti ti nuk na ke dërguar dhe prandaj nuk kemi pranuar. Atëherë Allahu xhalleshanu ka për të paraqitur argument. Jo, ne kemi dërguar, po ju keni vlerësuar hundin e më e lartë, hundin juaj, para urdhi im. Edhe prandaj jeni ngelur ashtu pa besimtar. Nuk është faj nga lajmëtarët të mi. Kjo është kategoria e dytë. Edhe për ato njerëzit Allahu thot: "Ne kemi bërë një ligj në jetën njeriu. A keni agjeruar një ditët e vështira? Dita vap, 19 ora nga e shkon në Shqipëri jonë, kam paru në Korik. Edhe njerëzit kanë agjeruar ashtu si që agjerojnë në nëntori dhe në dhjetori dhe janarit. Pse dita e parë duke shumë e vështirë, dita e nesër duket më e lehtë, pas nesër më e lehtë edhe pas 3-4 ditë duket normal. Është normal që kur vjen dita Bajram ti nuk kujtohet për të ngrënë, për të pirë. Është normal, bëhet në 30 ditë njeri normal. Ashtu Allahu ka lënë njeriu. Atë një njeri
që e ndryshon, kundërshton zerin e zemrës vet, zerin e vërtet. Një herë, 2 herë, 3 herë, pastaj nga herës 5, zemra nuk të tregon realiteti. Pse ai thotë që kjo nuk është për të dëgjuar. Atëherë Allahu thotë khatam Allahu ala qulubihim. Janë ashtu lloj njerëzit që ne kemi vendosur vullën në zemrat e tyre. Edhe nuk dëgjojnë. Pse? Kur ishte dëgjimi i dobishëm, ato kanë refuzuar. Atëherë kanë arritur sot që nuk dëgjojnë realiteti. Kjo është kategoria e dytë, vëllezër. Kategoria e tretë, njerëzit është fi qulubihim marad. Janë disa njerëzit që janë i sëmur. Janë njerëzit shumë i dobët këtë kategori. Ato çfarë bën kur vin një realiteti që është komplet kundra kombive, kundra ambienti, atëherë ato nga që janë i dobët manipulojnë. Edhe ati shkojnë se jemi me ty. Edhe ati opozitën shkojnë jemi me ty, domethënë janë dy fiturës. Ajo është kategoria më e ulur, më e poshtër. Se nga që janë i dobët, nuk tregojnë dot i dobësinë e vet, kanë të shohin se cili grupi fiton me atë dorim në fund. Po ato nuk rinë me asnjë njeri në fund fare. Edhe nga asnjë vend nuk fitojnë. Ashtu njerëzit ishin edhe na kohën e profetit Muhammed. Kur profeti Muhammed erdhi në Medinë në fillim, ato kanë parë njerëzit Medinë gjitha kanë pritur mirë. Në pak ditë njerëzit janë shtuar besimtarët. Edhe akoma nuk kishin marrë vendi vet tamam në Medinë, me njëherë vjen një sulmim i madh nga Makka, 1000 veta përgatitur pa lajmërim. Edhe profeti Muhammed kishte dalë me 313 veta pa përgatitur luftë. Edhe me njëherë vjen lajme para 10 kilometra që ato kanë ardhur për të sulmuar. Edhe kjo është në fush, nuk i kthen dot brapa, pse 150 kilometra larg nga vendi vet. Tani çfarë bëjmë o vëllezër, diskutim. Tha, o profeti Allahu xhallahu shanu, ne kemi besuar tek ty, ti je profeti Allahu. Ne do luftojemi në cilë situata, s'ka problem. Nëse ti na ke urdhëruar që hidhni veten në zjarr, ne do hedhemi. Edhe nëse ke thënë hidhe aty liçeni, ishte një liçeni afër. Ne hedhemi, nuk pyesim pse. Ti thot që pse e duke thënë ashtu. Ne me ty jemi nga para, nga brapa, nga i djatha, nga i majta. Edhe ne jemi gati ditë kur kemi thënë dëshmia për këtë situata. Atëherë profeti Muhammed ka thënë fitoria është juaj, mas friksoni sa janë ato, edhe me çfarë kanë ardhur, me çfarë armë kanë ato. Në dunia ka parë, nesër fitoria ishte për musliman, 313 veta, vetëm me 8 vet, me 60, me 70 deve, janë fituar kundra që kishin 700 deve, 200 kali, edhe me gjitha arma mbushur, nuk pranon të logjiku për realiteti, ashtu ishte. Atëherë, ajo kategoria tretë njerëzit vinë nesër në Medina. Që nga fillim thoshin, shohim, ne me ju, jemi besimtar, ashtu, ngrumbullohet. Allahu xhallahu shanu për të isprovuar pas një vit çfarë do, ato që ishin humbur 1000 veta kanë ikur në Mekka, sa ne nuk marrim dush. Nuk pastrojmë trupat tonë, derinsa nuk marrim hak që jemi humbur në këtë luftë. Edhe ato ishin duke përgatitur, kanë bërë përgatitja një muaj në 13 muaj. Edhe janë duke ardhur me 3000 njerëzit. Me njëherë pa lajmërimi afër Medina. Tani profeti Muhammed lajmëron prap që kanë ardhur sulmim. Tani këto njerëzit që ishin i sumur, edhe nuk ishin sinqert, ma mirë ne luftojmë duke qëndruar i shtëpitë tona. Pse do të dalim në fusha? Shohim. Por profeti Muhammed ka parë shumica njerëzit kishin dëshira dalim jashtë qytet. Atëherë ka pranuar mendimin e atyre dhe doli jashtë qyteti. Ato nuk thanë nga fillimi nuk do jemi me ty. Ato çfarë bërën? Erdën bashkë. Derin sa kanë parë ushtria. Sa kanë, ua, sa ushtria i madh është, 3000 njerëzit, po ne jemi vetëm 1000 veta. Qa do luftojemi 1000 veta kundra 3000 njerëzit. Edhe janë gati me gjitha ana, kurse ne s'kemi asgjë. Kush është gati me ne, se ne kishim mendim që do luftojemi duke qëndruar në qyteti, atje kishim ushqim çdo gjë. Kurse tani kemi dalë jashtë, nuk na ka dëgjuar Muhammed. Kush është gati ta i kthejmë prap? Pse do marrim pjesë në Medinë? Ato nga fillim nuk doshin të vinë, por ta kishin qeft ato që janë sinqertë dhe rrega, të marrin disa.
Edhe 300 veta me njërë, sa ne nuk kemi gati të luftojmë. Edhe gënimi sa gelen? 700. Allahu Gjalleshanu ka silë situata, shife, jo, Muhammed dinte, sallallahu alaihi sallam, për shokët Muhammed që janë, shifni ato, tani, 300, kush janë? Ta mos keni nesra që jemi bashkë me ne. Allahu ka daluar atyre. Ato i 700 kanë vazhduar, s'ka lidhje çfarë rezultati ishte luftë, po Allahu ka ndarë ato njerëzit. Edhe ato deri në momenti fundit pastaj nuk janë bashkuar. Allahu ka lëndar. Edhe Allahu ka thënë për kësull e njerëzit, innal munafiqina fi darki l-asfali minan nar. Dëfiturës njerëzit janë në vendi më e thellë në zjarri i Jahannam. Vlezar, ato nuk fitojnë as në këtë dunia, as në ahiret. Prandaj ne duhet dalojmë veten tonë. Nëse jam musliman, bëhemi real musliman. Dorëzoj veten kompletisht për Allahu Gjalleshanu. Jo ashtu. Beso 100%. Baba jo, gjushi jo, të shtyr gjushi jo, dikur kishin ardhur. Ti ke parë trupi atyre, ato kanë dalë një ditë kanë ardhur nga vetë, edhe kanë ikur, ne kemi varrosur vetë me dorët tonë. Edhe trupi kemi varrosur jo e shpirti. Se ne kemi parë gjithë jeta duke lëvizur, duke folur, po një ditë ishte trupi ti komplet, nuk fliste me ne. Atëra ajo shpirti ku është të ikur? Atë vend ne kemi për të ikur një ditë. Edhe patjetër, krijuesi i shpirti mbajmë në çdo gjë nga trupi jon, pjesa trupi. Ne jemi duke jetuar në një kohë ku çdo gjë prishet edhe rregullohet në moment. Ne dim, ka ardhur një kohë që rregullohet çdo gjë, atëherë krijuesi miliona, po numrim njerëzit, po numrim krijesa. Ai nuk krijon dot prap njëta personi. Kur është gati çdo material ai di tani, si ka krijuar herë parë. Ashtu Allahu Gjalleshanu është duke thënë, lusë Allahu madhru Allahu Gjalleshanu na jep bindje i fort për ahiret, për jetën tonë tjetër, për dalje para Allahu Gjalleshanu për ditën e gjykimit. Lusë Allahu madhru Allahu na forson besimit, ndriçon zemrat tona me drita imanit. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.